minutazh pas minutazhe, po mbrim kështu edhe në përfundim të kësaj epizode të radhës të Zoom, duke ju falendëruar përzemërsisht për vëmendjen tuaj dhe mbështetjen e vazhdueshme, por jo pa ju tregu edhe një herë se cilat kanë qenë jo emrat më spikatur se i patëm të tema javës, po do i diskutojmë tani se kush ka sjell projekt të ri e kush është duke punuar vazhdimisht që për fansat e tij apo të saj. Do sjell materiale shumë interesante për publikim. Ledri Vulën e disa të tjerë do i keni të përmbledhur në risit e showbizit shqiptar. E duke falendëruar make-up artistën ose salonin Sheholkat, po du edhe juve me ju përshëndet, e ne do të takohemi përsërit premtën tjetër nga ora 19. E ju deri atëherë ju e dini që ju dua shumë. Mua! Ka qenë një ndër personat më të përmendur në media muajve të fundit. E kemi fjalën për Olsi Bylyko. Ai ka plesuar një tjetër këngë që të gjithë aluduan se është dedikim për Eglën. Drama mban titullin Prurja e Olsit, e që për tekstin si zakonisht të përkujdes vet ai. Buja Beats realizoi beatin ndërsa miksimin dhe masterizimin e punoi Alex Gjompalaj. Dyshja suksesshme Fifi dhe Luizi nuk po i ndalin risit. Ata gjatë javës që po lën pas erdhën me Ama Ama, tekstin e së cilës e ka shkruar vet Fifi, e cila bëri dhe melodin. Ana Vizueli u punua nga Valon Aziri, projekti mban Vulën e SBS Entertainment. Për ty po dehëm po i bën bashk dy emrat më të njohur të muzikës shqiptare. Bëhet fjalë për Burakun dhe Teuta Selimi. Këtë kanë bërë të ditur vet ata duke publikuar këtë imazh në Instagram me mbishkrimin së shpejti. Ledri Vula erdhi me vet në dhomë e madje ai ka bërë të ditur që ky projekt do të jetë një prej disa që do i përmbajë albumi. Vlen të përmendet që tekstin e ka shkruar vet Ledri, kurse beati u punua nga Nart Kelmande. Një bashkëpunim mjaft interesant erdhi nga dyshja Adelina Ismaili dhe Mentor Haziri. Ata bashkuan forcat për Lule Kuqe, tekstin e së cilës e ka shkruar vet mentori, i cili bëri dhe muzikën. Për më shumë ndiqeni këtë premierë. Këtë herë një projekt muzikor nuk është risi, por risi është rikthimi i Drilon Ramës në rrjetet sociale. Postimi i tij i fundit daton në shkurt me mbishkrimin "I hongra krejt po prap jo mund". E duket se është kunj për të gjithë ata që thanë se bokseri nuk e ka merituar fitoren e Big Brother VIP Kosova. Duket se romanca ndryshoi Drilonin nga një gangster në një djalë romantik që bën dedikime. Ai ishte në ditëlindjen e Sarës e nuk mungoi një urim i tillë.